Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Shqiptare Jo Materiale shpalli 5 pasuri të reja. Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Jo Materiale ka shpallur disa elementë të reja si vlerë kombëtare të trashëgimisë kulturore jo materiale, duke pasuruar më tej listën e pasurive që përfaqësojnë identitetin në kujtesën shpirtërore të vendit tonë. Lajmin e përgatitur Ministri i Kulturës Blendi Gonxha përmes një postimi publik ku theksoi rëndësinë e ruajtjes dhe trashëgimit të këtyre vlerave si pjesë e pandashme e historisë sonë kombëtare. Në listën e shpallur përfshihen dije, bërja dhe format e përdorimit të veshjes tradicionale të gruas dhe vajzës zadrimore, vallja e ngjalës, vallja dyshe mëzheqare, dije bërja e qeleshës, plisi kësulës, kapuçit, gjylafit, kapicës, takijës, si dhe tradica e thurjes me gjilpër me oje, ojna apo ojma apo cim. Sipas ministrit, këto nuk janë thjesht zakone apo forma arti, por rrejt e identitetit tonë, kujtesa e gjallë e presave dhe një pasuri që bashkon shqiptarët. Ai bëri thirrje që këto thesare të ruhen, të trashëgohen me krenari dhe të përcillen me dashuri tek presat e rinj, pasi aty në rre zemra vërtet e Shqipërisë.